Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, deklaroi se Rusia ka besim se Serbia është plotësisht e vetëdijshme për rreziqet që lidhen me përfshirjen e produkteve të saj ushtarako-industriale në duart e regjimit të Kievit. Zaharova theksoi se Moska ka marrë në konsiderat komentet e fundit të presidentit Vučić në lidhje me produktet e industrisë së dedikuar, kur ai u referua njoftimit të shërbimit të inteligjencës së jashtme të Rusisë me 29 maj për kompanitë serbe të mbrojtjes që furnizojnë Kievin me municione, çka bie ndesh me neutralitetin e shpallur të Serbisë. Ne besojmë se masat e shpallura do të mundsojnë identifikimin dhe ndërprerjen e shpejtë të marrëveshjeve të dyshimta të eksportit, gjë që do të parandalojë që produktet ushtarake serbe të arrijnë tek marsit e padëshiruar, tha Zaharova. Ajo shpreu shpresën se Serbia do të ndërmarrë hapa efektiv dhe të mjaftueshëm për të siguruar që kjo çështje të mos dëmtojë marrëdhëniet e forta mes Moskës dhe Beogradit. Ne supozojmë se masat e shpallura do të mundsojnë regjistrimin dhe ndërprerjen në kohë të kontratave të dyshimta të eksportit dhe do të parandalojnë që produktet ushtarake të arrijnë në adresën e gabuar. Jemi të sigurt se Serbia e kupton qartë gamën e plotë të rreziqeve që paraqet mundësia që produktet e kompleksit ushtarak të bie në duart e regjimit të Kievit dhe se ata do të marrin masa efektive dhe të mjaftueshme për të siguruar që asgjë të mos hedh hije mbi marrëdhëniet e mira mes dy vendeve, tha Maria Zaharova, zëdhënëse e Ministrisë së Jashtme ruse. Shqetësimet e Maria Zaharovës, zëdhënëses së Ministrisë së Jashtme, lidhen me akuzat e shërbimit sekret rus se Serbia ka furnizuar Ukrainën me armë duke përdorur ndërmjetës si Shtetet e Bashkuara, Spanjën dhe Çekin. Ajo ka theksuar se ky informacion është i rëndësishëm për marrëdhënie dypalçe dhe ka kërkuar nga Beogradi të sqarohet zyrtarisht në lidhje me këto akuza. Presidenti Vučić ka mohuar këto akuza duke thënë se Serbia ka eksportuar municione në vende të treta, por nuk ka kontroll mbi përdorimin e mëtejshëm të këtyre armëve. Ai ka theksuar se ky është një hap i rëndësishëm për ringjalljen ekonomike të vendit dhe ka shprehur bindjen se Serbia ka misi me të dyja palët, Ukrainën dhe Rusinë. Ky zhvillim ka tensionuar marrëdhëniet mes Serbisë dhe Rusisë, duke vënë në rrezik balancën e ndjeshme që Beogradi ka mbajtur deri tani mes lidhjeve të tij historike me Moskën dhe aspiratave për antarësim në Bashkimin Evropian.